Policia rrugore e Shkodrës ka bërë një monitorim intensiv me dron, radar dhe makina inteligjente në të gjitha akset e qarkut për të parandaluar ngjarjet rrugore me pasoja, si dhe për të menaxhuar trafikun për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit veror. Ndër fokuset e punës së Policisë Rrugore të Shkodrës janë evidentimi dhe ndëshkimi i drejtuesve të mjeteve që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit ose në gjendje të dehur pa leje drejtimi. Kryen parakalime të gabuara si dhe i mjeteve që qarkullojnë me xhama të riveshur, shkelje që përbëjnë ndërshkaqjet kryesore të aksidenteve rrugore. Si rezultati monitorimit gjatë periudhës 30/7/2026 deri më 6/8/2026 është arrestuar një drejtues mjeti dhe janë proceduar penalisht një tjetër për veprat penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe është pezulluar një leje drejtimi.